sot jemi para jush për të denoncuar edhe një nga kontratat e turpshme dhe skandaloze të nënshkruara nga ana e menaxhmentit aktual të komunës së Tetovës. Bëhet fjalë për kontratën 15 vjeçare me një operator privat për ndriçimin publik të Tetovës, të nënshkruar me datë 17 nëntor të vitit 2023. Sipas kësaj kontrate, operatori privat duhej që brenda 6 muajve nga data e nënshkrimit të zëvendësonte 8720 llamba ekzistuese me llamba të reja smart dhe LED, dhe ky afat është i kaluar prej kohësh. Por Tetova sot ende nuk ka ndriçim të modernizuar dhe qytetarët paguajnë fatura më të shtrejta për ndriçimin publik. Çfarë ndodh ndërkohë me paratë e qytetarëve? Afër 1.65 milion euro përfiton kompania private, kurse vetëm 350.000 euro mbeten për komunën e Tetovës. Për periudhën 15 vjeçare, kjo kompani do të inkasojë rreth 25 milion euro. Ndërkohë që investimi fillestar është vetëm 4.4 milion euro. Ky është një plan i pastër për pasurim të individëve në kurriz të qytetarëve.